Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, quajmë salavat e selam me pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me dersën e radhës në sirën e sahabëve. Javën e kaluar kemi shpjeguar ngjarjen e Saqife Bani Sa'ide, që ishte një ngjarje në të cilën ka ndodhur apo është zgjedh edhe Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu khalife, dhe e kemi sqaruar ngjarjen se si ka ndodhur. Pra ishte spontan fillimisht edhe mbledhja e ensarëve dhe faktikisht interesimi i tyre edhe derti i tyre ishte se çfarë do të ndodhë në këtë situatë të re të papritur që e kishin ata pas ndrimit të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër Ebu Bekri, Omeri edhe Ebu Ubejda el-Jarrah kanë shku tek ky mejlis për të shtjellu apo për të gjetë një zgjidhje të përbashkët. Edhe kemi thonë që aty jo me ndonjë planifikim, po spontanisht në rrethana dhe në situata o zgjedh Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu khalife. Dhe kjo zgjedhje nuk ishte e qëllimshme, pra nuk kanë shku me atë qëllim, nuk kanë shku për mu zgjedh Ebu Bekri, por aty është zhvillu biseda, edhe në bazë të bisedës edhe propozimeve të cilat janë shtru, është ba përzgjedhja e Ebu Bekrit, edhe aty kanë fillu mi avon besatimin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, edhe kështu ka vazhdu pastaj edhe tek muslimanët tjerë në përgjithësi. E sot do të flasim, pra ju kemi përgjigje edhe disa dyshimeve të cilat i nxisin posaçërisht fraksioni shiitëve në lidhje me këtë zgjedhje, gjoja se familja e Ehli Bejti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të preokupuar me varrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kurse sahabët kanë qenë preokupuar për pushtetin e kështu me radhë. Këto paragjykime dhe tendenca ju kemi përgjigj, por do të flasim për personalitetin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Megjithse ai vërtet nuk o zgjedh me qëllimisht, ose nuk ka pas në një pretendim personal, për arsye se kemi përmenë edhe aty në mejlis, Ebu Bekri ka thonë zgjedhne Omerin, që ka qenë së bashku me të, ose Ebu Ubejdën, që ka qenë së bashku me pra këta tre kanë qenë prej muhaxhirëve që kanë qenë së bashku. Pra ja u ka propozu dy ata që ishin me të, pra nuk e kishte tendencë që propozohet vetë, po Omeri pastaj e bën atë hapin tjetër që i thot zgjate dorën, thot edhe unë ty po të pranoj për khalife dhe ja jap besatimin aty për aty. Dhe pra nuk ishte diçka e planifikuar apo edhe qëllimshme apo diçka që e ka kërku Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Megjithatë, neve dim personalitetin e tij dhe fatmirësisht prej hoxhallarëve të ndryshëm keni dëgju ligjërata dhe ligjërata për personalitetin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Megjithatë, ne sot do t'i bëjmë një konkluz, me thonë kushtimisht, jo të zgjerohemi shumë, po ideja është vetëm me e tregu që kjo pozit apo ky pozicion i Ebu Bekrit nuk është edhe krejt i rastësishëm. Për arsye se vërtet ai ishte më meritori ta mbante këtë pozitë. Nga kretë sahabët shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prandaj edhe e shohim atë çka e thot Omeri, që kemi përmend edhe javën e kaluar, thot kur ka propozu Ebu Bekri që unë me qenë khalife, çka tha? Tha e bëja veten që më parë që të dal para shpatës edhe mu hjek koka, se sa mi dal përpara Ebu Bekrit edhe me qenë udhëhes një shoqërie që aty është gjallë Ebu Bekri radiallahu ta'ala. Po s'ka mujt me pa veten, për arsye se kështu ka qenë Ebu Bekri. Vërtet ka qenë në lart në krahasim me të gjithë të tjerët. Lart, madje më i larti në krahasim me të gjithë sahabët shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kanë ekzistu. Pra më i larti, prandaj edhe më meritori për me qenë udhëhes i muslimanëve. Pastaj edhe është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ndoshta është e rrugës tash ta përmendim, po hadithin e përcjell
Ebu Davudi dhe shumë të tjerë, Hakimi, Bezari e shumë të tjerë, pra e arrin gradën e sahihut, pra Albani e cilëson sahih, ku pra Sefine, Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një shërbëtor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në fakt ka qenë një rob që ka qenë i gruas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Ummu Selemes, edhe ajo e ka liru, edhe ky robi i ka shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kohë të gjatë. E ka shoqëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ka quajtë Sefine, kështu do të thonë Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. I ka disa hadithe transmetuara nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tregon thot e kom dëgju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë që khilafetun nubuwa 30 sana, që nëse përkthejmë shqip, po thot khilafeti sipas metodës së pejgamberisë, sipas menhegjit, sipas metodologjisë së pejgamberisë do të jetë 30 vite. Kështu e ka paralajmëruar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj që ka thënë, pastaj Allahu do t'ia jap sundimin ose mbretërinë kujt të doj. Pra 30 vjet ka me qenë sipas metodologjisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam khilafeti. Pas kësaj, me një fjalë do të jetë mbretëri, ashtu që e kemi përmend, më duket që në fillim në dersin e parë apo dytin kemi shtruar pyetjen si ka ndodhur me u kalu pastaj në mbretëri, pra mas 30 viteve ka ndodhur kjo. Edhe Sefine pastaj tregon, thot, shikoni, edhe ja u bën me një fjalë kushtimisht llogarin, thot, sundimi apo khilafeti e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu ka qenë sa 2 vite. 2 vite sa muaj aty. Pastaj khilafeti Omerit radiallahu ta'ala anhu ka qenë sa 12 vite. Sa u bënën? 14. Pastaj thot khilafeti i Othmanit radiallahu ta'ala anhu ka qenë sa 12 vite tjera. Sa u bënën? 26. Do më thonë, në fakt Omeri ka qenë 10 vite, jo 12 vite, pra 12, edhe Othmani 12, bëha 24, kanë betur edhe 6. Pe këtyre 6 vite, 5 vite e 6 muaj ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu, edhe 6 muaj ka qenë Hasani, djali i Aliut radiallahu ta'ala anhu, edhe 30 vite të pastërta. Rabiul Awwal ka qenë kur ka ndru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe Rabiul Awwal, viti i 11, pra Rabiul Awwal, kur ka ndru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka marrë khilafetin Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, edhe Rabiul Awwal, viti 41, ka qenë koha kur Hasani radiallahu ta'ala anhu është tërheq nga khilafeti dhe ja ka dorëzu pra khilafetin kujna Muavijes. Dhe 30 vite, kjo ka qenë ajo vite si pas Khulafa ur-Rashidin që themi ne, edhe zakonisht që kjo përmenden nga kjo hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, khalifët e drejt, Khulafa ur-Rashidin, janë do thot këto 30 vitet për cilat ka paralajmëruar edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këto 30 vite vërtet janë të veçanta. Pra, krahas kësaj mrekullie të paralajmërimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qëndron edhe fakti, këtu është ajo esenca e lavdisë muslimanëve në këto 30 vite. Pra arsye se në këto 30 vite pra kanë udhëheq këta khalifë të drejtë, të njohur, pra këta 4, pra duke ashtu edhe 6 mujorin e Hasanit, pra u bënën 30 vite, po në këtë kohë pra kanë ndodhur ato arritjet më të mëdha dhe lavdim më të madhe kanë bë muslimanët me përhapjen e islamit në përgjithësi. Prandaj edhe krahas kësaj mrekullie pra qëndron edhe ky fakti se vërtet këto 30 vite janë të jashtëzakonshme dhe të veçanta për neve musliman, për arsye se këtu e kanë vazhdu emanetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët mas ndrimit të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për ata janë quajtur edhe Khulafa ur-Rashidin. E khalifi i parë ishte kush? Ebu Bekri. Kush ishte Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu? E ka pas emrin, qysh e ka pas emrin Ebu Bekri? Abdullah ibn Abi Kuhafa
Ebu Kuhafe ka qenë baba i tij, domethënë ka pas këtë kunje, kurse emri i babës tij ka qenë Uthman ibn Amir at-Taymi al-Qurashi. Pra ky është emri i plot i Ebu Bekrit, pra Abdullah ibn Ebu Kuhafe ibn Ebu Kuhafe Uthman ibn Amir at-Taymi al-Qurashi. Pra është prej familjes, pra prej fisit Quraysh, mirë po e keni parasysh fisi Quraysh ka qenë i degzum në disa deg, Hashimit ka qenë ajo familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra Umevit ka qenë do thot prej Ebu Sufjani edhe këta të tjerët, pra kanë qenë disa deg. Ebu Bekir ka qenë prej degës Tejmi, që është do thot një pjesë apo një grup i Kurejshitëve që nuk kanë qenë në nivelin e Hashimive dhe të tjerëve, po janë konsideruar prej Kurejshitëve të njohur edhe kanë pas këtë respektin në përgjithësi. Pra ky është emri dhe prej ardha ka pas shumë emërtime, Atiq, gjithashtu është njoft edhe me emrin Atiq Ebu Bekri radiallahu anhu. Mirë po kunja, me thonë ajo, tash nuk e dija i bjen si një lloj lagapi ose një lloj emri me cilën është njohur ka qenë Ebu Bekr es-Siddiq. Kështu është njoft. Madje edhe shumë prej njerëzve, edhe shumë normale mos m'ia ditë emrin për arsye se emri i tij përmendet vetëm kur shpjegohet për sirën e tij edhe shpjegohet për prejardhjen e tij. Këtu të mund përmendet emri se në krejt historinë islame kur flitet për të, flitet Ebu Bekr es-Siddiq. Siddiq e ka quajt kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe thuhet që ky emërtim i ka ardhur prej momentit të Isras dhe Mirajit, kur kanë ardhur mushrikët e Mekës për me sfidu Ebu Bekrin edhe me thonë qëre që ka po thotë ai shoku jut që ka shku në Jerusalem edhe ka marrë për një natë ka shku edhe është kthy, atëherë Ebu Bekri ka thonë unë e besoj këtë nëse ka thonë, për arsye se unë e besoj diçka edhe më të madhe se kjo, që po i vjen shpallja nga qielli, e kjo është më e thjeshtë. Edhe prej këtij momenti e ka marrë emrin e Siddiq. Madje ka disa transmetime prej Aliut radiallahu ta'ala anhu që ky emërtim ka ardhur edhe prej qiellit, do thot prej Zotit të Madhërisëm nga qielli i shtatë. Kështu ka transmetim prej Aliut radiallahu ta'ala anhu për Ebu Bekrin, sidoqoftë ky është një emërtim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur edhe e ka emërtuar shpesh, madje edhe kur e ka thirr gruan e tij, Aishën, i ka thonë yabnat as-Siddiq, që do mëni o qika o vajza e të sinqertit. Kështu e ka thirr, pra me emrin e babës, që o vajza do thot e të sinqertit, për shkak do thot respektit madh që ka pas ndaj këtij personaliteti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim që kur flasim për personalitetin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, atëherë vërtet ky është i jashtëzakonshëm edhe pra në çdo aspekt vrejm nivele më të larta të ahlakut të tij, sjelljes së tij, të karakterit të tij në përgjithësi. Megjithatë, posaçërisht fraksioni i Shiave kanë tentuar me ul edhe me nënvlerësu këtë personalitet të Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, madje edhe në prejardhje kanë nxjerrë janë mundu me paraqit se nuk ka prejardhje të mirë. Pra e shohim tendencë që mon çdo formë u mundu me nënçmu edhe nënvlerësu vlerën e këtij personaliteti Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, madje edhe në prejardhje janë mundu me nxjerr me çu pluhur. Faktikisht që kanë tentuar me etiketu që nuk e ka prejardhjen e mirë në rregull, por të gjitha janë vetëm fjalë boshe edhe tentime për njerëz që nuk i kanë parasysh edhe atë linjen e pasardhësve e kështu me radhë, që ju hudhin atyre pluhur syve për me keq kuptu edhe mes me kuptu drejt. Pra arsye se neve dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedh edhe e ka zgjedh që me marr edhe për grua dhe vajzën e tij, pra
që nënkupton se është një lloj, me thonë, nëse nënçmojmë edhe nënversojmë prejardhën e Abu Bekrit në një formë, edhe jemi fut edhe në nënçmimin e atës që ka përzgjedh edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kjo është tendenca, siç e kemi përmend atë thënien e Raziut, që vërtet ata kanë tentu nëpërmjet nënvlerësimin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ul vet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe Islamin në përgjithësi. Dhe kjo është do thotë ajo çka ata tu tentu me nënvlerësu Abu Bekrin, nënvlerësojnë edhe përzgjedhjen e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prej vlerave që përmendet për Abu Bekrin radiallahu ta'ala anhu është edhe fakti që Ammar ibn Yasir, një nga muslimanët e hershëm, pra pejt parëve që kanë pranuar Islamin, tregon, thot e kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një fjalë, e kum taku Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kur pas vete i ka pas 5 robër edhe 2 gra. Është fjala 2 pra që e kanë pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe e kanë besu, janë kanë 5 robër edhe 2 gra edhe Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Pra këta njerëz, sa pi vjen 8 veta, që kanë qenë të parë që e kanë besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam prej njerëzve, e ndërta i pari ka qenë kush? Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Prandaj edhe e sakta është që ajo çfarë kanë thonë që prej burrav i pari që e ka besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber ka qenë Abu Bekr radiallahu ta'ala anhu, prej grave ka qenë Khatijja, prej robërve ka qenë kush? Harithi, prej Zeid ibn Haritha, prej fëmijëve ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu. Prandaj kjo është e sakta, por nuk ka dyshim që Abu Bekri vërtet prej ditës parë në çdo fjalë, pra e ka njohur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam para se me u bë pejgamber i Zotit, dhe me njëherë aty si e ka filluar me ardh shpalla edhe ka thirr Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pejt parëve që ju ka përgjigj ka qenë pra Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Prej gjërave që flitet për vlerën e Abu Bekr radiallahu ta'ala anhu është një hadith shumë i njohur, të cilën besoj që e keni dëgjuar të gjithë ju, po unë po du me i përmend këto për me ba një lloj, me thonë, baze, pastaj kur flasim edhe disa tendenca që kanë pasur disa fraksione për me ul vlerën e Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, e shohim që ato kanë qenë vetëm tentime dhe dyshime, për arsye se vlera e Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu ka qenë e pa diskutuar edhe në mesin e sahabëve. E jo me thonë gjenerata që kanë ardhur mas tyre, po te sahabët ka qenë diçka e njohur, e pa diskutuar, që vërtet për njerëzve më të afërt me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, njerëzve që janë më lart edhe në karakter, edhe në iman, edhe në çdo sen, para sahabëve ka qenë Abu Bekri, dhe në këtë nuk kanë diskutuar, ashtu që e përmendëm edhe rastin e Omerit, kur i është propozuar me marr khilafetin mi dal para Abu Bekrit, pra kjo ka qenë ai diskutimi edhe çësia e tyre. Prej rasteve që përmendet dhe kjo është ajo që ka e përcjell Abu Darda, po hadithi është i sakt, e përcjell e shënon pra Buhariu në koleksionin e tij, ku thotë që Abu Darda se me një rast thot isha duke qëndruar me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në një vend dhe e pa Abu Bekri ishte duke ardhur e mbante rrobën e tij, me një fjalë vinte me një lloj nxitie, me një lloj maraku te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur e ka pa Muhammedi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, Abu Bekri në këtë formë ka thënë që dikush e ka hidhru, dikush do thotë e ka hidhru Abu Bekrin radiallahu ta'ala anhu. Edhe kur është afru, ka thonë o i dërguari i Zotit, e kum pas me thonë një telashe me Omerin dhe pra e kanë ngrit zanin, me një fjalë kanë rënë një lloj, ku me di çfarë ka qenë telashe ajo keq kuptimi, edhe thot mu ka hidhru, pastaj i kam shku në shtëpi edhe i kom kërku falje edhe kom pranu gabimin, mirë po nuk ma ka hap derën. Prandaj erdha te ti dhe me tregu që kjo ka ndodhur.
edhe duke qëndruar në atë formë, e sheh që është duke ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e sheh që është duke ardhur kush Omeri radiallahu ta'ala anhu tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kur afrohet, edhe thot Omeri, thot o i dërguari i Zotit, edhe ai e tregon ngjarjen edhe thot jam hidhru edhe kom shku te Abu Bekri, edhe ky për me ja bë pra m'ja kërku halallëkun, thot nuk e pash edhe erdha te ty. Por e sheh që fytyra e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ishte skuqur edhe manifestonte hidhrim. Me një fjalë hidhrim për shkak të Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Edhe thot Omeri radiallahu ta'ala anhu, i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Omeri thot si ke mundësi me hidhru këtë njeri i cili ka qenë i pari kur krejt njerëzit më thonin se ti po gënjen, ky ka qenë i pari që më ka thonë që ti po e thu të vërtetën. Kur krejt njerëzit pra ma kthyn shpinën, ky ishte që më ndihmoi me pasurinë e tij dhe pra më najti gati dhe thot e përsëriti këtë 2 herë, 3 herë, derisa në atë moment e kuptum, po thot Ebu Derda, çfarë grade kishte Ebu Bekri në mesin e tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe prej atij momenti kur kush nuk e ka diskutu vlerën edhe karakterin edhe rëndësinë e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se pra është mërzit me mërzinë e Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Pra kjo është një prej ngjarjeve që vërtet e qet në pah atë që tham që vërtet edhe te sahabët është kriju një lloj konsenzusi që vërtet Abu Bekri është një person që është mbi ta në çdo nivel edhe në çdo aspekt të praktikës islame edhe afërsisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe kjo më së miri tregon edhe një rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet dhe tregon që vërtet xheneti i ka sa 8 dyert. Nga këto 8 dyert, pra kush ka qenë prej atyre agjeruesve, futet në derën e agjerimit që është dera e Rayyanit, kush ka qenë prej atyre që ka marrë pjesë në xhihad, do të futet në derën e xhihadit, edhe kështu përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe Abu Bekr thotë o i dërguari i Zotit, a ka dikush prej njerëzve që thirret nga krejt dyert e xhenetit. Domthonë 8 dyert e xhenetit me thirr për shkak të veprave dhe punëve që i ka bë. A ndodh kjo? Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë po ndodh, edhe shpresoj tek Allahu i Madhërisht që ti ki me qenë prej tyre. Që kanë me thirr 8 dyert e xhenetit, mu fut pe cilës derë don. Pra ky ka qenë niveli i Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu dhe e shohim edhe ma konkretisht rastin që e kemi përmend, apo hoxhallarët vazhdimisht e përmendin rastin kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush prej juve ka dhënë sadaka sot, që Ebu Bekri ka thonë unë i dërguari i Zotit, pastaj ka thonë kush prej juve e ka vizituar një të smur, ka thonë Ebu Bekri unë i dërguari i Zotit, pastaj ka thonë kush prej juve e ka fal namazin e xhenazës, Ebu Bekri ka thonë unë i dërguari i Zotit, pastaj ka thonë kush prej juve e ka qel sabahu duke qenë agjerueshëm, Ebu Bekri ka thonë unë i dërguari i Zotit, dhe çka ka thonë pejgamberi sa nuk ka një njeri që i mbledh këto 4 sene e që mos tjetë prej xhenetlive. Pra e ka dëshmu atë në rësy krahas haditheve të tjera të shumta që vërtet ka qenë ma i veçanti prej sahabeve në përgjithësi. Madje edhe me thonë ma i plotësuarin nga sahabët në përgjithësi. Si mos tjetë kështu, për arsye se njerëzit, prandaj edhe ehli sunneti atë piknisën që njeriu më i mirë, më i devotshëm edhe më i afërt tek Allahu i Madhërisht pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pas pejgamberëve, kemi thonë që është Ebu Bekri. Kur e kanë thonë këtë, nuk e kanë thonë këtë vetëm për ashtu për me rujt qatë radhitjen e khilafetit që Ebu Bekri ka qenë i pari, pastaj Omeri, pastaj Othmani, pastaj jo asesi, por për shkak të këtyre për shkak të këtyre karaktereve edhe vlerave që ka pas ky njeri, prandaj edhe ka arrit këtë grad. Prandaj edhe e shohim ashiqare në këtë ngjarjen e Saqifet Bani Sa'ida se si
kur ja u ka ofru Ebu Bekrit e Omerit, këti Ebu Ubejdes edhe Omerit khilafetin, ata nuk ju ka shku mendja me ba një hap para Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu për shkak të vlerës edhe rëndësisë që e kishte në zemrat e sahabeve në përgjithësi. Pra si mundet pastaj me pretendu dikush që Omeri mundet me qenë i vlefshëm kur e shohim çfarë thot Omeri për Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, apo dikush tjetër prej sahabeve kur e shohim se çfarë vlerë dhe çfarë rëndësie edhe si e kanë perceptu këtë qasje dhe këtë vlerë të Ebu Bekrit sahabët vetvetiu. E shohim pastaj edhe rastin kur pejgamberi sallallahu ka qenë në kodrën e Uhudit, apo çka ka ndodhur, ka lëviz kodra edhe çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë o Uhud, pra qëndro, për arsye se mbi ty është një pejgamber, një i sinqert, Siddiku, pra Ebu Bekri dhe 2 shahidat. Pra kush ishte Omeri edhe Uthmani radiallahu ta'ala anhuma. Pra edhe kjo është paralajmërim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe për fundin e secilit prej tyre, për arsye se Ebu Bekri ka vdek me vdekje natyrale, kurse Uthmani është vra, edhe Omeri është vra, prandaj edhe ka paralajmëruar shahidan, domthonë 2 dëshmor, 2 shahida. Pra kështu e ka përmend edhe e vrem edhe vlerën që kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që i ka thonë është me ty një pejgamber dhe një i devotshëm, një siddiq, një i sinqert. Pastaj është rasti i kujt Amr ibn Asi, masi që i ka pranuar Islamin një kohë kur e ka thirrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kemi përmend këtë hadith aty tek betejë që e ka zgjedh Amrin me kon udhëhesi i kujt, i ushtrisë muslimane. Amri thot kur e kum pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke më prit edhe duke më buzëqesh edhe duke më diskutu që do të mbëj komandant të asaj ushtrie, thot e shfrytëzova rastin edhe i thash, o i dërguar i Zotit, kush është njëri më i dashur tek ti, se ku mendu që do të jem unë. Edhe çka ka thënë Aisha radiallahu ta'ala anha, pra gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj kush? Pastaj ka thënë Ebu Bekri dhe pastaj Omeri, edhe këtu është nal, për arsye se pra ky sinqeritet i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, këto hadithe të cilat po i përmendi, janë hadithe të sakta, pra nuk janë hadithe të gradave apo derejeve më të ulta, apo të gjitha janë hadithe të sakta të cilat i shënon Buhariu, Muslimi, kryesisht që vërtetojnë vlerën edhe rëndësinë e këtij personaliteti Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Pastaj ajeti që është në surën El-Lejl, ajeti 17, 18, 19, ku Allah i madhreshëm po thot wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahum min ni'matin tujza. Pra këto ajete kur po thot Allah i madhreshëm edhe prej tij, prej zjarrit xhehenamit, po thot Allah i madhreshëm prej zjarrit xhehenamit do të largohet ai që friksohet më së shumti Allahut. Atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai i cili e jep pasurinë e tij për të pastruar, e nuk jep për shkak të ndonjë dhuntie që ja ka bërë dikush e që duhet t'ja kthej. Pra e jep këtë pasuri për hir të Zotit, e jo për ndonjë interes apo ndonjë mirësi që ju është bë atij tash me kthy atë, po e jep vetëm për hir të Zotit. Ijma i mufesirinëve të Kuranit është se që ky njeri për cilin po flet Allah i madhreshëm në këtë ajet është për qëllim Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Pra se ju gjenë në buhel atqa, do të largohet prej zjarrit xhehenamit ai që është ma i devotshëm, pra kanë thonë është për qëllim Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, e jo dikur tjetër prej sahabeve. Për arsye se kështu pra vlera e tij dhe ndihmesa e tij edhe qëndrimi i tij me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ka bë domon që ai me kanë në këtë gradë që edhe Allah i madhreshëm e ka përmend në këtë formë edhe e ka lavdruar në këtë formë. Po një vend tjetër që gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend në formë jo me emër ashiqara mirë, po që dihet shumë qartë që ka të bëjë me apo flitet për Ebu Bekrin, është ajeti në surën At-Tauba, ajeti 40,
ku po thot Allahu i Madhërisht illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Pra ajeti po flet për në shpellën kur janë mshef kush pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe Abu Bekri kur kanë fillu hijretin, Allahu i Madhërisht po e përmend këtë ngjarje masi që ka ndodhur. Edhe në një formë ky ajet është edhe një lloj çortimi për sahabët që për me e rujt edhe me e ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po thot Allahu i Madhërisht në këtë ajet, nëse ju nuk e ndihmoni atë, pra nëse ju nuk e ndihmoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Allahu e ka ndihmu atë. Allahu e ka ndihmu atë edhe atëherë kur ata që nuk besuan e dëbuan. Është për qëllim e ka ndihmu kur janë mundu mushrikët e Mekës me e vra edhe me e dëbu prej Mekës, pra kanë tentu edhe pejgamberi Allahu i Madhërisht bëhet unë e kum mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë situatë, në këtë rrethon, pra i kam dalë në mbrojtje dhe kam mbrojt. Kur ai ishte i dyti prej dy vetave, thaniya ithnaini. I dyti prej dy vetave, është për qëllim kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe Ebu Bekri, pra këta dy janë për qëllim, nuk është domosdoshmë për qëllim kur kush tjetër, pra këta dy, edhe dy veta në shpellë kur po i thoshte shokut të vet, kush Muhamedi sallallahu alajhi wasallam po i thoshte kush është shoku i vet, li sahibihi është Ebu Bekri, la tahzan inna Allaha ma'ana, mos u frikso, Allahu vërtet është me neve. Aliu radiallahu ta'ala në komentim të këtij ajeti çfarë thot? Thot që ky ajet na ka qortu, thot krejt sahabe. Pra është një lloj qortimi, që është thamë fillim për këtë sahabët, përveç kujt Ebu Bekrit radiallahu ta'ala. Ato se ka qortu, po ato e ka lavdëru. Edhe pra, nëse ju nuk e ndihmoni atë, pra nëse ju sahabët nuk e ndihmoni atë, dine që atë e ndihmon Allahu i Madhërisht ashtu që ka ndihmu në kohën e hijretit kur janë kanë në shpellë. Pra, Aliu radiallahu ta'ala këtë sahabët na ka qortu Zoti i Madhërisht përveç Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu nuk e ka qortu pse e ka lavdru që ka qenë së bashku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka me një fjalë e ka ngushëllu edhe ja ka largu atë merakun edhe frikën që i ka thonë la tahzan inna Allaha ma'ana, mos u frikso, mos u për arsye se Allahu është me neve. Pra, ai ishte thaniya ithnain, ai ishte pra i dyti prej dy vetave, domthonë gjithmonë ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe Abu Bekri. Pra, kjo nuk ka ardhur rastësisht, domthonë nuk ka qenë vetëm një gjë që ehli suneti e ka përsërit edhe e ka imponu si rrethon. Jo, asesi. Pra, që kjo pra arsye se kjo është pretendimi i disave që gjithmonë tu e përmend ehli sunneti Abu Bekri, e kanë në një formë e kanë imponu që me u radhit së bashku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam apo më njëherë mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu i Madhërisht e ka radhit. Allahu i Madhërisht e ka përmend. Allahu i Madhërisht e ka bë thaniya ithnain, e ka bë të dytin nga dy vetat. Pra i dyti me qenë Ebu Bekri pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për arsye se ka qenë fillimisht i dyti në Islam, për arsye se kur e ka pranuar Islamin, pastaj ka qenë me iman më i fortë, në ahlak gjithashtu ka qenë i dyti, domthonë më njëherë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në thirrje ka qenë më njëherë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra i dyti, pastaj në hijrat ka qenë më njëherë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dyti, në Uhud ka qenë i dyti mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në Hudejbije ka qenë i dyti mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në namaz masi që është smu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka caktuar Ebu Bekrin edhe ka fal, ka qenë i dyti në varrosje, në varrim është varros i dyti pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra në shtëpinë e Aishës, në dhomën e Aishës, në xhilafet ka qenë i dyti. Pra kjo thaniya ithnain nuk ka qenë vetëm në shpellën Hira, por ka qenë gjithmonë. Pra prezenca e Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu së bashku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe gjithmonë pas tij, gjithmonë i dyti ka qenë në çdo rrethon edhe në çdo situatë. Është interesant
komentatorët e Kuranit kur flasin për la tahzan inna Allaha ma'ana, që ka thonë këtë ajet, mos u dëshpro ose mos u frikso se Allahu është me ne, kjo është për qëllim i thonë gjuhën arabe el-ma'iyya, domethënë ma'ana, që kjo ma'iyya që është për qëllim me qenë Allahu me dikun, me qenë do thot Allahu ai i cili është me ta. Dhe kjo ma'iyya është disa lloje. I thojnë el-ma'iyya el-'amma, që nëse përkthejmë shqip, domethënë është prania e përgjithshme, që Allah i madhërisëm është i pranishëm në kuptimin si ka thonë Zoti i madhërisëm në Kuranin famlar në surën El-Mujadala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, që nuk ka mundësi tre persona me folë në mes vete e Allahu është i katërti i tyre. Pra nuk ka mundësi me i kur gjuhë. Pra arsye se prania e tij ma'iyya është gjithmonë. Dhe kjo është do thotë prania pra e përgjithshme, edhe prania e veçantë ma'iyya al-khassa, kur ka thonë Allahu i madhërisëm për shembull inna Allaha ma'as sabirin. Allahu është me durimtarët. Inna Allaha ma'as sabirin. Allahu është me durimtarët. Edhe ma'iyya khassatil khassa, nëse përkthejna në shqip, domethënë është ajo prania ma e veçantë, ma specifike nga këtë situatat edhe nga këtë rrethanat. Edhe kjo është rasti i kësaj kur Allah i madhërisëm i ka thonë pejgamberi sa i ka thonë Ebu Bekrit inna Allaha ma'ana. Vërtet mos ki frikë se Allah është me neve, pra është ma specifik vetëm për këta dy persona, për Ebu Bekrin edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo formë e ma'iyes në Kuranin famlar ka ardhur vetëm në dy vende. Vendi i parë është kjo, domthonë kur i ka thonë pra Allah i madhërisëm kur e ka përmend kët, pra në rastin e Abu Bekrit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe rasti i dytë Haruni me Musën alayhi salam, që kur Musa alayhi salam i ka thonë kena frikë, mos po na vret faraoni, po shkojmë me Harunin, po mos çaj ka thonë inni ma'akuma asma'u wa ara. Unë jam me juve, dëgjoj edhe e shoh çfarë domthon çdo gjë që do të ndodh me juve, që domthon jeni në mbikëqyrjen time. Pra, kjo është domthon në çdo dy raste vetëm është përmend që kjo ma'iyya al-khassatil khassa, domthon një prani e veçantë specifike që Allah i madhërisëm e ka përmend vetëm në këto dy vende në Kuranin famlar. Njëri vend Haruni me Musën alayhis salam, edhe vendi i dytë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekrin radiallahu ta'ala anhu. Prandaj e shohim se çfarë niveli edhe çfarë veçantie ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në krahasim me apo në raport me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Pra i dyti me njëherë mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tham në Islam për arsye se e përmendëm hadithin e Ammarit që po thotë e kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka qenë i vetëm e kanë besu 5 robër edhe 2 gra edhe prej burrave Ebu Bekri. Pra me njëherë ka qenë aty në shoqëri me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Me iman, çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë, thot nëse vendoset këtë imani edhe besimi i umetit në një anë të peshorës, edhe vendoset imani i Abu Bekrit radiallahu ta'ala në një anë tjetër, ja u shkon anën. Çfarë derezhe domthon çfarë, kjo nuk është një fjalë e thjeshtë, nuk është një fjalë që vetëm është thonë, po këtu ka qenë domthon niveli edhe grada e Abu Bekrit radiallahu ta'ala në raport me umetin në përgjithësi. Prandaj edhe ka qenë thani ethnen, i dyti mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe në iman, për arsye se ky ka qenë niveli i imanit të Abu Bekrit në raport me këtë umetin, për këtë shkak edhe Omeri radiallahu ta'ala nuk ka mujt me paramendu veten me kon khalife i muslimanëve e me pas xhamat, me thon kushtimisht pasus Abu Bekrit. Domthon ka thon kryt në shpat e qes, e smuj me bë këto. Kjo ka qenë niveli i bindjes se Omerit radiallahu ta'ala që kjo s'mundet me ndodh para meje, unë me dal përpara Abu Bekrit në këtë situatë, në këtë rrethon.
Në ahlak, pse ka qenë me njëherë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dyti, tha një Ethneni, e kemi përmenë edhe këtë ngjarje, po e shpjegoj edhe njëherë shumë thjesht, vetëm për me ja u kujtu. E keni parasysh kur musliman kanë bërë hijretin në Abisini, në një rast ka dalë edhe Abu Bekri me bërë hijretin. Për arsye se s'ka mujtë më qëndru në Mekë, ai ka qenë Kurejshit, mirë po nuk ka qenë shtam prej nivelit aty në familjeve ma të veçanta, ka pas shumë persekutime edhe o dalë. Edhe ka nisë me bë udhëtimin, derisa në rrugë e ka taku një njeri që ka qenë kryetar edhe ai i udhëheqësi i fisit vet, e ka pas emrin Ibn Dughunna. Kështu është njoft. E kemi përmend këtë rast, po ndoshta e keni harru, edhe e ka njoft Abu Bekrin, për arsye se ka qenë tregtar, ka udhëtu shumë. Edhe ka thonë pse ke dalë, ku jetu shku në tregtia, po qa jetu marë, edhe i ka tregu, thot, po shkoj në Abisini me këtë qëllim, se s'po mlojnë rahat me adhuru Zotin tem. Edhe i ka thonë, ti me dalë prej Mekës, edhe mos me t'lon me ka se ty, si është e mundur kjo? Ka thonë, kur ti je njeri që mas shumë t'i ndihmon të varfrit, ti je njeri që i rrin gati nevojtarit, që mja kry një nevoj që ka, do më një vështërsi që ka, ti e aj që e vesh të skamnorin, dhe ja ka përmen ato karakteristikat që në fakt Khatijëja ja ka përmen kujt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur është kthy dhe ka thonë mos po më gjon diçka e keqe në këtë qa po ndodh. Edhe çai ka thonë Hatixha ti e kështu e ti e ka lëvdhu edhe ka tregu edhe i ka qitë në shesh karakteristikat e Muhamedit. Të njëjtat ja ka përmend edhe Ibn Dughunna për Ebu Bekrin radiallahu ta'ala. Prandaj vërtet ka qenë në ahlak më njëherë mas në sjellje. Ahlak kur them është fjala në karakter, në sjelljet e tij, në mirësinë e tij, do thotë në vetveten e tij, më njëherë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në thirrje, në davet, ka qenë më njëherë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Davetin që i ka bë Ebu Bekri ka qenë jashtëzakonshëm. Shumica e 10 përgëzuar me xhennet e kanë pranuar Islamin nëpërmjet Ebu Bekrit radiallahu ta'ala. Edhe Omeri, edhe Othmani, edhe të tjerë, pra shumica e kanë pranuar nëpërmjet kujt Ebu Bekrit radiallahu ta'ala. Pra ka qenë aktiv edhe ka qenë njeriu që vërtet ka lëviz edhe e ka pas dert për hapjen e përcjelljen e fjalës së saktë njerëzve në përgjithësi. Pastaj e përmenëm në hijret ka qenë i dyti, me njëherë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo rastësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedh Ebu Bekrin me e shoqëru në këtë udhtim dhe në këtë rrugtim. Pra vërtet për shkak të vlerave dhe edhe nivelit të imanit që e ka pas është bë kjo zgjedhje. Pastaj në Uhud ka qenë i dyti. Pse ka qenë i dyti? E keni parasysh kur kanë hyp musliman masi që e humbën betejën, kur janë hyp në Uhud edhe kanë bet aty, kush ka ardhur? Ebu Sufjani ka ardhur me një grup të ushtarëve edhe ka fillu me thirr, "Afiku Muhammed", apo ju kujtohet në kur e kemi shpjeguar hijrin Uhudin, "Afiku Muhammed", nuk janë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë mos u përgjigjni. Pastaj çka ka thonë, "Afikum Abu Bekr", më njëherë që domthon edhe mushrikët e kanë ditë që më njëherë mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vjen Abu Bekri, domthon që e zaventon në një formë, është në situatën, është Abu Bekri. Ka thonë afikum Abu Bekr, prap pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë heshni, mos folni. Afikum Umar, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë hesh, po Omeri s'është duru edhe është përgjigj, apo ka thonë gjallë jena edhe unë, edhe Ebu Bekri, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe jem gjallë edhe jem të fortë. Edhe Abu Sufjani është çudit. Pse është çudit? Pse ka menuar që ka vdek, edhe ka thonë Allah, domthon apo bën be që jeni janë gjallë ata dy. Edhe ka thonë ka bë be Omeri që janë gjallë. Edhe ka thonë fjala jote të besoj, për arsye se Ibn Khumej'a që ka qenë ai që ka pretenduar që e ka vrarë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot po pretendon që e ka mbyt Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, mirë po më shumë besoj ty se atina. Kështu ka thonë Ebu Sufjani, po ajo pse e përmenda këtë rast është që edhe Ebu Sufjani në këtë rrethana dhe në këtë situatë e ka ditë që mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vjen kush? Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Pra nuk ka qenë diçka e rastishme. Në Hudejbije çka ka ndodhur?
kur ka ndodhur marrëveshja, e kemi përmend se disa kanë qenë domthonjë jo të kënaqur me atë marrëveshje, mënyrën e marrëveshjes që ka bërë pejgamberi. Prej tyre kush ka qenë? Omeri, edhe kemi përmend pendimin që ka bërë, veprimin që ka bërë, kur ka shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, "O i dërguar, a jeti i dërguar i Zotit?" Po. A jena në hak? Po. Edhe ka thonë, "E qysh pra na me ul veten ton edhe me nënshkruaj një marrëveshje kaq që domthonjë nuk është disfavor tonin." Pse? Thotë ke pranuar që kush vjen prej besimtarëve nga ana e tyre me kthyna, e kush shkon prej neve tek ata, domthonjë që dezerton, mos me kthy ata. Domthonjë kjo nuk është domthonjë një raport proporcional i drejtë. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, "Unë jam i dërguar i Zotit edhe se kum pa këto veç çashtu." Apo? Pastaj ka thonë për umre që kena me bë umrën, edhe na kemi nënshkruar që s'kena me bë. Ka thonë, "Është e vërtetë që kum thonë që kena me bë umrën, po a kum thonë që kena me bë si vjet?" Ka thonë, "Jo, atëherë do ta bëjmë inshallah po vitin e ardhshëm." Edhe në këto paknasi Omeri shkon te Abu Bekri me bë dert. Njëjtat përgjigje që i ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka dhënë Abu Bekri. Sikur me dëgju. Edhe pse se ka dëgju Abu Bekri prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur çu s'ka dëgju. Po të njëjtat përgjigje që ai ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njëjtat i ka dhënë edhe Abu Bekri. Pra asnjë sens s'ka ndryshuar. Ka thonë ai është pejgamberi i Zotit, edhe këtë zgjedhje nuk e ka bë pej vetes. Pastaj edhe për umrën i ka thonë njëjtën. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka thonë që kena me bë si vjet. Po do ta bëjmë. Pra të njëjtat përgjigje. E këtu e vrejmë që vërtet ka qenë i dyti mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në çdo situatë. Pastaj në namaz kur s'ka mujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me fal çka e ka caktuar kën Abu Bekrin radhiyallahu anhu. Aisha e këtu vrehet ai pretendimi i këtyne fraksioneve që ka qenë e inskenume, e qëllimshme me caktu Abu Bekrin, edhe këtë ka qenë akt, domethënë vetëm e kanë kry, domethënë vrehem edhe vet Aisha, kur i ka thonë thuj babës Aisha Abu Bekrit me dal, çka ka thonë Aisha? O i dërguar i Zotit ka thonë Abu Bekri është domethënë kur fol mërzitet me herë çan, edhe kur lexon Kur'an çan, edhe s'është i kuptuar tani, domethënë le del dikush tjetër. Mirë po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka insistu, madje ka qortu Aishën për këtë refuzim, edhe ka thonë gjithë veç ai do të më dalë. Bile është një transmetim i saktë që është në Buhari, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë edhe do ta shkruaj që Abu Bekri do të më dalë me fal namazin e jo dikush tjetër me azan vendin atina, për arsye se ai është ma meritori. Pra po e shohim se edhe insistimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po e çet pa që vërtet mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vjen rrethana dhe situata e tij. Pastaj në varrosje e përmendëm, është varros me njëherë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj edhe xhilafeti e përmendëm, pra në përgjithësi, pra ka qenë kjo pozita e Abu Bekrit e jo që ka ardhur me një lloj tendence apo një lloj rrëmbimi apo një lloj komploti, ashtu që pretendohet apo paragjykohet nga disa njerëz, po pra me njëherë pra ka ardhur thotë në një formë natyrale, a ka ma i dallumi prej krejt njerëzit, edhe prandaj edhe me njëherë e kanë besatu edhe kanë lidh, ja kanë dhënë bejan edhe nuk ka pas diskutim. Për këtë shkak edhe është interesant Ibn Tejmije kur flet për Abu Bekrin edhe me këtë po e përmbylli, thot nuk pretendojmë që Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë i pagabum. Jo, për arsye se vetëm me laqet Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka qenë mbikëqyrje të Zotit në çështje të fesë ka qenë i pagabum. Amo Abu Bekri nuk ka qenë i pagabum, mirë po në krejt veprimtarinë e tij nuk ka bërë asnjë veprim që është konsideruar që është e gabueshme. Edhe mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në përzgjedhjet e veprimeve të cilat i ka bërë kur janë gjyku, nuk ka mujt kurkush më thonë se kjo ka qenë e gabuar. Për dallim, po thot Ibn Tejmi, për dallim tek Omeri ose Uthmani ose Aliu, domthon mundet me kanë domthon në një situatë, në një rrethan me vepru ndryshe. Abu Bekri çdo sen që ka përzgjedh ka qenë do thotë e drejt ajo që ka zgjedh. Edhe përmend me shembuj edhe konkret. Madje shkon edhe më larg se kjo, thot në çdo situatë
që ka ndodh mos pajtim ose s'kan ditë çka me bë sahabët, Ebu Bekri është ai që e ka do. Edhe ka thonë çështu do të më vepru, se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka thonë kështu. Edhe i përmend disa raste, thot ku me varros. Shembulli, ku me varros e kemi përmend që ka pas s'kan ditë çka me bë sahabët. Ku me varros tash pejgamberi, a me çum Bakia, a me varros ku? Edhe çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka ka thonë Ebu Bekri, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam i cili ka thonë që pejgamberët varrosen aty ku kanë vdek. Edhe kanë varros në vendin ku ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në dhomën e Aishës. Pra e kanë nda një lloj paqartësie dhe mos pajtimi që kanë pas sahabët në mes vete. Pastaj shembulli i dytë që e përmend është rasti kur u hutun sahabët mas vdekjes së tij, duke filluar prej Omerit, Othmanit, Aliu atje, domthon a ka vdek, a s'ka vdek, Omeri insistonte që nuk ka vdek, apo Ebu Bekri është që ka ardhë, e ka shkun në dhomë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka puth në ballë, e ka lavdru, pastaj ka dalë prej dhomës, edhe kur ka fillu me ju fol njerëzve, i ka pas që në të hutum, derisa është hyp në hutbë, edhe ka falenderu Allahun, ka qu selavat me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe çka e ka thonë kush prej juve menon e ka adhuru pejgamberin Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, le ta di që ai ka vdek. Kush e ka adhuru Allahun, ai është i gjallë, nuk vdes kur, edhe ka lexu ajetin wa ma Muhammedun illa rasul. Pra e ka da, në atë moment, po thojnë sahabët që kur na e ka lexu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë ajet, kemi menduar që krejt e kanë harru këtë ajet. Pra nuk ju kanë rënë ndërmend ato momente, Ebu Bekri është që ja u ka qelë syt edhe ja u ka shpjegu edhe i ka kthjell. Pra në këtë situatë, rasti tjetër, këtë do ta diskutojmë pak ma detajisht, pra ma në formë detajev, për shkak se shijat e potencojnë ma shumë. Fatimeja, radiallahu ta'ala anha, ka ardhur te Ebu Bekri masi që është bë halife dhe ka kërku hisën e saj të trashëgimisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do ta diskutojmë këtë ma detajisht inshallah, edhe pejgamberi Ebu Bekri që ka thonë, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thonë që pejgamberët nuk trashëgojnë, nuk trashëgohen. Pasuria që i mbetet atyre, ajo është sadaka dhe lihet vakf. Edhe nuk ja ka dhënë. Fatimja është hidhur në këtë, edhe do ta shpjegojmë se çfarë ka ndodhur, po e ka duke u mbështetur në këtë hadith që është i saktë. Madje ky hadith transmetohet edhe tek shiat, domthonë tek në librat e shiave, tek ne është tek Buhariu përmendet që pejgamberët nuk trashëgohen. Domthonë pasardhësit e tyre nuk i trashëgojnë pejgamberët. Pra pasuria që e lajnë ata mas vdekjes së tyre, ose shpërndahet ose mbetet vakëf, edhe njerëzit përfitojnë nga ajo. Pastaj për zekatin, masi që ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, disa fise, edhe këtë do ta shpjegojmë më detajisht, kanë rënë në dilemë, s'kan pranuar me dhon zekatin. Ka thonë e kemi dhon zekatin derisa ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash na jena musliman, falum, e bojmë haxhin, këti bojna, amo zekatin nuk e dhajmë. Për arsye se kjo ka, si pas tyne, pretendimin tyre, kjo ka qenë vetëm për kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë refuzuar. Edhe prej atyre njerëzve që ka insistu me luftu këta që publikisht po refuzojnë, ka qenë Ebu Bekri. Omeri ka pas një lloj hezitimi, ka thonë ka dalë, mos u gut një herë tek këshyrum ta rregullojmë situatën në Medinë, pastaj mirë me ta mirë, po çka ka thonë, nëse ata kanë dhënë, nuk do ta pranoj, edhe me heq dorë, edhe në qoftë edhe një, me thonë, litar që e kanë dhënë për hir, domthon zekat në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose kanë me dhënë ose kanë më luftu. Edhe kjo ka qenë një vendimi ma i drejtë që pra e kanë dalë rebelimin e njerëzve mas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tek khilafeti e përmendëm rastin kur ka ndodhur mospajtimi, ensarët në njërin anë mendonin se ata kanë të drejtë, pastaj diskutimi një khalife, një udhëheqës mesjën prej ensarëve, një prej muhaxhirëve. Pra, Ebu Bekri është ai i cili e ka nda, edhe ka largu këtë paqartësi me besatimin që ja kanë bë atij, edhe e ka largu fitnën ose çdo keq kuptim apo mos pajtim që ka ekzistuar mes sahabëve në ato rrethana dhe situata të caktuara. Pastaj tek tubimi i Kuranit, gjithashtu
Pra ka ba një vendim shumë të jashtëzakonshëm, edhe për të cilën do të flasim pak më detajisht kur vim te vendi. Pra e ka tubu Kur'anin në një vend duke ja dhënë këtë udhëhesje kujt Zeid ibn Thabitit, sahabiu të nderuar që e kanë tubu Kur'anin. Pra këto janë vetëm disa veprime të cilat i ka bë Ebu Bekri me zgjedhjen edhe me insistimin e tij që faktikisht kanë qenë domthon gjëra që janë qëlluar në shenjë. Pra arsye kanë qenë shumë të domosdoshme, shumë të rëndësishme dhe kanë ndiku jashtëzakonisht në mënyrë pozitive për me rregullu edhe për me arrit suksesin e sahabëve pastaj në përhapjen e Islamit jashta si udhëhesës së Arabisë në përgjithësi. Prandaj vërtet edhe kjo çështje e Ibn Taymijës vërehet një lloj analize shumë e thuktë të personalitetit edhe jetës së Ebu Bekrit. Pra këto ishin, unë i përmenda vetëm disa prej tipareve edhe karakteristikave dhe vlerave të këtij sahabiu të nderuar, dhe synimi edhe qëllimi im ishte krahas kuptimit të vlerave që ka pas ky njeri, po me e kuptu gjithashtu që vërtet nuk ka qenë një lloj, për arsye se është një lloj tendence që që thash edhe në fillim, ehli suneti e kanë imponu që me u thonë që njeriu ma i mirë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Ebu Bekri, me insistimin e tyre, me përmendjen e tyre, me situatën politike që ka ndodhur, e jo si kjo ka qenë realitet. Mirë po, neve po i shohim këto hadithe të sakta, të transmetuara nga njerëz, nga sahabët që kanë jetuar së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë përcjellë këtë ngjarje me zinxhir të thuktë dhe të drejtë, vërtetojnë edhe qesin në pas se kjo nuk është vetëm një pretendim, nuk është vetëm një thanje që e ka thonë ehli suneti dhe ka met edhe u përhap në popull, po është një gjë që vërtet ata e kanë thonë duke u mbështet në baza shumë të shëndosha edhe në pikpamje shumë të drejta dhe shumë të vërteta. Prandaj edhe kjo thanje është domosdoshmë diçka e drejtë edhe e saktë, dhe për këtë shkak edhe deshti Allahu i Madhreshëm që vërtet udhëhesi muslimanëve mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me qenë Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Othmani, pastaj Aliu dhe Hasani, dhe me këtë me u përmbyll që ky 30 vitshi i Khulafa ar-Rashidin, pra khalifët e drejtë, të cilët kanë gjykuar edhe kanë udhëhes muslimanët sipas metodologjisë pejgamberike, ashtu siç ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është dersi i sodit apo i natës së sotme. Inshallah vazhdojmë me tjerat, me shpjegime tjera inshallah javë që vjen. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.